Në çfarë aspekti e dhunshme? Fizik. Dhunë fizike? Po. Dhe vetëmit person që kam tregu ka qenë avokati, që sot është burri. Dhe kam pas të bëj me një person i cili baba vet ka qenë një funksionar shumë i madh politik. Ka qenë shumë e vështirë dhe unë nuk kam tregu as familjes. Po unë kam qenë me dikë që ka qenë më shostime. Më ka pyet dikush mua se si më ka trajtuar ai mua, ose pse jam da unë me atë person. Nuk jam për shtat. Ka qenë shqiptar, ka qenë djalë i ri, ndoshta ka pas dhunë ndaj meje. A ka pasur? Po ndoshta dhe ka ndodhur. Unë janë gjëra që unë kur si kam diskutuar për arsye se nuk kam dash të bëj lajm në këtë lloj aspekti, po askush nuk ka marrë ndonjëherë mundin, forcën, më thanë, po mirë, pse? Ndoshta kam gjetë lumturinë, ndoshta më ka trajtu shumë më mirë se dikush që unë kam menduar se do më trajton mirë. Ndoshta unë me burrin kam qenë shok, unë kam pas burrin avokat për një çështje që më ka ndodhur një tragjedi mu në jetë. Dhe ai ka qenë këtu, më ka ndihmuar dhe unë kam pas 2 vite, kam pas raporte shoqërore ku asnjëherë nuk kam menduar, sepse nuk kam qenë emotivisht mirë për të hyrë lidhje. Unë kam pas shok dhe ai ka qenë këtu për mua, unë kam dashur individin. Unë nuk e kam ditë kush është burri. Adelina e mori për pare, jo për një jetë mirë, jo. Paret janë shumë easy për t'i bërë sot. Shumë easy. Për ta pas një person për lek është shumë easy. Shumë e lehtë. Është e vështirë, sakrifikosh për familje. Unë kam sakrifikuar, unë kam bërë gjithçka për të qenë me atë person. Unë kam mund të jem si shumë këngëtare që bëjnë në Selen, që nuk e di me këngë kanë qenë të martuara, ajo ndara, e kanë jetën 100% mbrapa kuintave, nuk nxjerrin ti mundesh unë ti numëroj 5 këngëtare që ti nuk ja u den burrin. Shembull. Unë kam dalë dhe unë kam tregu kë kam burr, unë kam mund të zgjedh një pozitë tjetër dhe ta mbaj martesën në fshehtësi dhe mos ta din asnjëri dhe të jetojmë gjithë në paqe. Po s'ke dashur ta bërë kompromis. Më dhe një deklarat fort për lidhjen tënde të kaluara e cila nuk ka pyetur askush pse ka përfunduar pavarësisht që keni qenë në moshë të njëjtë. Dhe njerëzit këtë mendojnë që kur ka diferencë moshë, pastaj edhe krizat edhe problemet janë shumë më të mëdha. E ke dëshmuar dhe po e dëshmon në këtë intervistë nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Domethënë mosha në cilën ke qenë në lidhjen e kaluar, pavarësisht që keni qenë në gjenerat, po e them kështu kushtimisht se nuk di më shumë detaje, po thua që ka qenë e dhunshme në një pikë apo jo? Po, ka qenë e dhunshme. Në çfarë aspekti e dhunshme? Fizik. Dhunë fizike? Po. E ke përjetuar rënd Adelin? Sepse shumë vajza që bëshojnë këtë intervistë përjetojnë dhunë fizike, nuk e kanë të guximin as prindrit ju tregojnë. Shve, pa diskutim që me një moshë 19 vjeç që kam qenë, ka qenë shumë e vështirë, dhe unë nuk kam tregu as familjes, dhe vetëmit person që kam tregu ka qenë avokati, që sot është burri. E kupton, dhe askush nuk është ndalë me më pyet mu, po prit, pse? Dhe ka qenë krap për mua në çdo aspekti. Unë jemi familje me tradita, unë nuk harroj se jam shqiptare. Unë t'i tregoj prindit tim dhe më i ligu për fëmijën e vet është mëtrimi. Ka qenë shumë e vështirë për mua dhe mua askush nuk më ka pa në sy edhe me më pyet po pse. Unë sot jetoj shumë e lumtur dhe unë dhe po të ndahem, do të ndahem shumë në paqe me burrin tim, sepse unë kam me kë bisedoj, e shoh përballë edhe unë bisedoj, po jo dhuna. Dhuna nuk e akceptoj në asnjë lloj mënyre dhe kam pas të bëj me një person i cili baba vet ka qenë një funksionar shumë i madh politik. Dhe kam pas shumë vështirë dhe askush nuk më ka pyetur se si e kam pas. Dhe unë e kam pas shumë të rëndë dhe jam gjyku pa arsye. Jam gjyku, askush nuk e ka ditë se si e kam unë, si e ka familja ime, si jam trajtu unë, çka kam pas unë, dhe unë gjithmonë kam dalë e buzëqeshur dhe shumë e fortë. Dhe kur kam qenë shtatzan, më kanë gjyku pa fond, ke bë fëmin me këtë, fëmi me atë, fëmia do të del kështu, do ta mbysin fëmin. Pse po më gjykoni? Prandaj nuk duhet kur të ulemi dhe trim Instagram, në TikTok, edhe vetëm komente negative. Mos, sepse nuk e dim kur se çfarë rrin mbrapa asaj fotografie dhe pse është ashtu. Jemi një popull shumë gjaknxet, duhemi shumë, jemi shumë të fortë bashkë, po aq të ligë jemi kur jemi vetë dhe në rrjete sociale, nga fake profile dhe vetëm të gjykojmë është e marrëzishme. Nuk bën. Dhe ndodhi kjo çështje, thash, a do e marrësh përsipër? Tha po patjetër se nuk e merr të askush si çështje përsipër.
Nuk isha dashur të flas, sepse nuk do të cek emra, nuk është situata dhe momenti. Okej. Ndoshta ndonjëherë në jetë, do ta cek, po tashi Po thua që ka pasur emra të mëdhenj mbrapa çështjes, po. të cilët nuk kanë guxuar shumë njerëz ta marrin përsi për si lënd. Po. Okej. Është prap korrupsioni, prap kthehemi te ajo e para që e fillova. Është korrupsioni, është pozitat, këto lloj gjëra. Në rregull. Po unë nuk kam dhënë tërheqje, unë deri në muajin e 9 me bark kam shku deri në fund. Në rregull. Mbje mirë që jam pjesë e këtij, e di që do të bëj bum tash me deklaratën e dhunës, e di. Du ta them prej përpara, jam e përgatitur, nuk kam gënjur asnjë gjë.